Projekti i ri Hekurullës që përshkon nga Vora deri në Han të Hotit pjesën veriore të Shqipërisë parashikon 13 stacione përgjatë saj, ku një pjesë e mirë tyre janë në linjën ekzistuese, por që mund të zhvendosen me pak metra për të përmirësuar qarkullimin në kontekstin që zona ndodhet sot. Një dokument i hartuar nga konsulenti për llogaritë Hekurullës shqiptare detajon se vetëm në Lezhë do të ketë 2 stacione, ku një prej tyre është i ri. Në projekt janë marrë në konsiderat gjithsej 13 stacione, nga të cilët shtesa e re e Lezhës kërkon një vendollje edhe ndërtesë të re. Stacionet e tjera janë ekzistuese, por do të rindërtohen në vendolljen aktuale, ku do të shëmben ato ekzistues me ndryshime të vogla të mundshme në pozicion brenda kufive. Por cilat janë stacionet sipas detajeve që parashikon projekti? Mbeten ato ekzistues Budull, Ishëm, Mamura, Zgjorm, Laç, Milot, Baçel, Lezhë 1 dhe Lezhë 2, ku ky i fundit do të ndërtohet brenda zonës së ardhshme industriale dhe do të përfshijë një linjë të kombinuar pasagjerësh dhe ngarkesash prej 450 deri në 800 metrash për përdorim lokal dhe operacione madhërash, ku një linjë madhërash për 950 metrash dhe parashikime për një linjë të ardhshme në portin e Shëngjinit. Stacioni i Mjedës, që i përket qarkut të Shkodrës, do të mbetet në vendolljen e tij aktuale, duke përfshirë një linjë pasagjerësh prej 570 metrash, 3 linja madhërash me një gjatësi prej 900 metrash dhe një linjë mbrojtëse, së bashku me mundësitë për një lidhje të ardhshme hekurullore me Kosovën. Për të mbrojtur tokën ekzistuese në pronësitë Hekurullës, stacioni do të rrethohet me gardh për të akomoduar shina dhe ambiente shtesë për ngarkesat në të ardhmen. Planet përfshin një zonë të reparkimi, një platformë pjesërisht të mbuluar me përmasa 204 metra dhe rindërtimin e ndërtesës ekzistuese. Stacioni i Shkodrës do të mbetet në vendolljen ekzistuese, duke përfshirë 2 linja pasagjerësh 500 metra, një linjë madhërash 700 metra dhe një linjë mbrojtëse. Planet përfshin një zonë të reparkimi dhe 2 platforma pjesërisht të mbuluara të lidhura nga një nënkalim. Do të përfshin rampa për të siguruar aksesueshmëri për individet me aftësi të kufizuar. Në Koplik ndërtesa ekzistuese do të shëmbet dhe do të ndërtohet një stacion krejtësisht i ri, duke përfshirë karakteristikat përmirësuara për funksionalitet. Stacioni do të zhvendoset afërsisht 400 metra në veri drejt stacionit të Bajzës për të mundësuar sigurimin e kalimit në nivel të rrugës ekzistuese. Do të ketë një linjë pasagjerësh prej 450 metrash, një linjë madhërash 750 metra dhe një linjë rezervë. Përveç saj, planet përfshin një zonë të reparkimi dhe një platformë pjesërisht të mbuluar. Stacioni Bajzës do të ndërtohet në vendolljen ekzistuese, duke përfshirë linjën e pasagjerëshve prej 550 metrash, 4 linja madhërash me një gjatësi prej 750 metrash dhe një linjë tampon. Ndërtesa ekzistuese nuk do të shëmbet, por do të rindërtohet për të përmirësuar funksionalitetin. Për të mbrojtur pronën, edhe ky stacion do të rrethohet. Planet përfshin gjithashtu një hapësirë të reparkimit dhe një platformë të pjesshme të mbuluar së bashku me rindërtimin e godinës. Kalimi ekzistues rrugor do të mbetet në vend me mundësinë për të ndërtuar një mbikalim. Gjithashtu parashikohet prania doganës në këtë stacion. Projekti i Hekurullës Vora Hotit është në fazë prokurimi këtë vit, ku gjatë korrikut u zbulua se lista e kompanive që kaluan fazën e parë të përzgjedhjes që përbënin konsorciume ndërkombëtare ishin 5 të tilla. Kosto totale e projektit është 356 milionë euro, teksa do të jetë bashkëfinancim nga një sër institucionesh financiare ndërkombëtare.